Dje në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike u vendos t'i drejtohemi qytetarëve për një protest, për fillimin e protestave me datën 22 dhjetor, ku të bashkohen shqiptarë të gjitha bindjeve, por që guxojnë të shprehin zërin e tyre kundër vjedhjes së parave dhe pasurive të takspaguesve shqiptarë, qytetarëve shqiptarë. Në Rumani dhe Bullgari, në Bullgari e përmbysën qeveri. Nuk është e vërtet se kryeministri kërkoi të bllokojë vendimin e gjykatës, absolutisht jo. Por kryeministri, duke marrë përgjegjësi për aktin korruptiv të ministrit të tij, dha dorëheqjen dhe çoi vendin në zgjedhje. Kurse Edi Rama, i tmerruar sepse është direkt njeriu që ka nda parat me Lubi Ballukun, i dha një goditje fatale luftës kundër korrupsionit. Qytetar dhe qytetare, na përket ne të ngrem zërin tonë. Na përket ne të mos pajtohemi kurrë me këtë situatë. Por unë këtu para jush do të shtroj përsëri çështjen. Ne faktuam me dokumentat pakundërshtueshme, por dhe raportes ndërkombëtare më serioze, se në Shqipëri u zhvillua farsë elektorale. Se Edi Rama zgjedhje nuk zhvillon. Se pushteti i tij qëndron mbi votën e grabitur, duke organizuar në periudhën e ndaluar me ligj para votimeve 4533 aktivitete, përfshi ditën e votimit me 7 milion euro Giro d'Italia, duke dhënë dhuratë për vot 100 euro 760.000 pensionistëve, duke arrestuar në vitin elektoral 2 liderët e partive kryesore opozitare dhe të tretën duke vendosur në proces penal pa asnjë fakt të ri. Duke mobilizuar të gjitha administratën e tij si polici vote, terrori vote. Duke punësuar përkohësisht dhe duke dhënë dhjetra mijëra certifikata pronësie, leje legalizimi, leje ndërtimi. Edi Rama përdori të gjitha bandat, të cilat futën në parlament 1 për 1 28 deputet. Manipulojnë në mënyrë monstruoze votën e diasporës. Pra, dhunoj nen për nen parimet themelore të kartës së Kopenhagenit për zgjedhjet të vitit 90 për zgjedhjet, kodin zgjedhor, platformën e Këshillit të Europës për zgjedhje dhe kodin e Venecias. Të gjitha këto dëshmojnë përfundimisht se zgjedhjet me Edi Ramën janë iluzion. S'mund të ndodhin kur zgjedhje përveç se farsë. Atëherë Partia Demokratike ju bën thirrje ju demokrat radh parë, por dhe çdo qytetar që e konsiderohet votën e lirë si zemrekun e demokracisë, të nisim me 20 betejën tonë, e cila do të nërpritet vetëm me rrëzimin e këtij pushteti, krimin e qeverisë teknike dhe votimin e lirë të shqiptarëve, në të cilat në mënyrën më absolute Partia Demokratike do fitojë zgjedhjet. Si ka fituar kurrë zgjedhjet e Edi Rama. Por kësaj here, një lloj si në vitin 2001, ne arritëm të vërtetojmë shqiptarëve dhe mbar botës se ky i vodhi zgjedhjet, ky i dhunoi zgjedhjet. Ndaj na takon ne tani beteja për votën tonë.
Ndërkohë, shkurtimisht duhet t'u njoftoj se zgjodhi pa firmat e opozicës avokatin e tij të popullit, duke marrë edhe atë grimc pushtet që kishte mbetur i ndarë. Unë e kam theksoj se firmosja e kandidaturës së Endri Shabanit ishte një gabim, akti nxituar, i cili ndodhi në një periudhë kur u krijua një lloj koalicioni për kandidaturën e Bashkisë Tiranës. Megjithatë, nuk është ajo firmë që bëri të mundur zgjedhjen e Endri Shabanit, se ajo firmë u tërhoq, po me firmë nga të gjithë ata që ishin vendosur firmat. Pra, njëra anë është një nxitim dhe gabim për cilin unë kam kërkuar dhe kërkoj prapë ndjes, por ana tjetër është zgjedhja nuk u bën nga firmat, se firmat u tërhoqen. Ndaj dhe cili do që beson se ai u zgjodh nga firmat e Partisë Demokratike, mashtron vetën. Ai u zgjodh nga Edi Rama pa firmat e Partisë Demokratike, sepse ato firma u tërhoqen një për një, po me firmë nga ata që kishin firmosur. Natyrisht me këtë, Edi Rama tregoi se çdo lloj negociate, çdo lloj ideje për zgjedhjet, reformën territoriale është iluzive dhe Partia Demokratike i përgjigjet atij në mënyrën më të merituar. Ne kemi vetëm një rrugë, protestën, vetëm protestën për largimin e tij nga pushteti.